Hiç, na gjeti çardhë të korak shumë, more. Kur kemi qenë fëmijë, ne kishim frikë nga prindrit, nga mësuesët, o dhe nga njerëzit e afërt. Na dridheshin leqet e këmbë, ore. Po këta fëmijët e sotëm, këtyre s'u dridhet çerpiku, as nga prindrit, as nga mësuesët, as nga të afërt, ça të afërmit. Kote tash të llafën se s'njoj njeri këta, secili është në po tixhan, po. Kështu është tani, s'ka frikë. Biles, do dhe kundër ta kemi ne frikë tani nga fëmijët, matemi 100 herë qa do themi se e kanë gati për ta regjistruar. Nejse, më takon mua gjitonia ime. Kjo që kam lartë sot edhe thot Zymbyle, sa fëmijë të mbarë që ke ti, moj motër, thot. Qysh moj ti shane e bërtete, çfarë nuk thua, thot, dhe ata. Si sta kthyer njerë të fjallën, moj, si sta kthyer njerë fjallën. Të drejt ke, i thash, është vetëm çështje kohe. Se unë nuk të kam pasur gjitone ty, thash, kur ata ishin mosha e fëmijëve të tu. Prandaj mendon kështu ti. Po, kur kanë qenë ajsa të tutë, palaço kanë qenë dhe këta të mi. Tani ndryshoj koha edhe ndryshoj dhe mendja. Po si ja bëre moj thajo që i solle nisla kaq mirë. Unë s'bëra gjë moj. Thjesht ata vën ato kufjet në vesh edhe dëgjojnë lojrat e tyra muzikra, çfarë postojnë bota këtu, video e njërën tjetër, edhe prandaj s'më dëgjojnë mua më lënë të qetë mua ata, edhe unë dërdëllis në për shtëpi, atje çam do qefi. Se të më dëgjonin ata mua? Mëj motëra, kush e di si do vende historia pastaj, prandaj bë durim edhe pak ti, sa të rriten edhe ata të tut, pastaj fillove ti si mua, broç kollit, sa të doj qefi, shaje, bërtite, vetëm unë do të dëgjoj, ata s'do të marri vesh fare se çfarë thua. I ka unë se jam bërë ty me këto që po ndodhin, ika.